Sërbët në Kosovë prej vitesh ndodhen në presion të frikshëm dhe terrori nga pushteti aktual në Prishtinë i Albin Kurtit dhe vetëvendosjes me synim braktisjen e këtij territori, është shprehur në kryetari i listës sërbe dhe kryekomunari i Zveçanit Dragisha Milović, i cili ka vërtetuar se kjo fatkeqësisht është arritur sepse jo vetëm që janë larguar serb nga jugu i Ibrit, por në 5 vitet e fundit 18% e tyre kanë braktisur veriun e Kosovës. Në një intervistë për Novosti, Milović tha se vala e arrestimeve të serbëve muajit e fundit paraqet mesazh se Prishtina do t'ua bëjë jetën më të vështirë dhe më të rëndë, sepse askush nuk e di se në çfarë listash dhe akta akuzhash sekrete ndodhen njerëzit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot pas reagimeve në Prishtinë për deklaratën e tij për ndryshimin e mundshëm të rrjedhës së Ibrit, është shprehur se ai nuk kërcënon askënd, por zgjidh rrjedhën e ujit në territorin e Serbisë. Nuk kërcënoi dhe nuk kam kërcënuar askënd për asgjë, nuk jam Albin Kurti që të kërcënoj njerëz, u ka thënë Vučić gazetarëve në Prijepolje, duke sqaruar se Serbia po merret me problemet e veta. Aty ku është liçeni ujë madje sot, ku ishte dje, por nuk e di nëse do të jetë nesër dhe ku do të jetë. Rrofshin serbët, nënvizoi Vučić, duke shtuar se këtu nuk ka filozofi të madhe. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu tha se deklarata e presidentit Aleksandar Vučić në lidhje me ndryshimin e mundshëm të rrjedhës së lumit Ibër paraqet shqetësim serioz për Kosovën dhe për këtë duhet që të bisedohet me partnerët ndërkombëtar. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti tha se rritja e kapaciteteve ushtarake të Serbisë paraqet pjesë e strategjisë së gjerë të politikës dhe diplomacisë, e cila sipas fjalëve të tij është e lidhur me qëllimet hegemoniste të Beogradit në rajone veçanërisht ndaj Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme të Diasporës së Kosovës në mandatin teknik Glauk Konjufca deklaroi se Kosova është e palëkundur në mbështetjen e saj për aleancën perëndimore në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, por vuri në dukje se Serbia përfaqëson kërcënimin për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke kritikuar raportin e Unionit Evropian ndaj politikës së Beogradit. Hulumtuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović vlerëson se deklarata e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se qëndrimi i Kievit për mosnjojën e Kosovës qëndron i pandryshuar, paraqet goditje të madhe simbolike për Prishtinën. Sikurse tha, kjo është hera e parë që Zelensky ka thënë kaq haptazi se çfarë qëndrimi ka Kievi ndaj pavarësisë kosovare dhe këtë gjatë vizitës në Beograd. Redaktori i Radio Beogradit Nikola Denčić thotë se deklarata e presidentit të Ukrainës nuk është diçka për të cilën Prishtina duhet që të surprizojë, pasi qëndrimi i tillë i Ukrainës është i njohur. Sigurisht bën të ditur Ukraina nuk mund të njohë territor që nuk është i njohur ndërkombëtarisht dhe që nuk ka sovranitet, ashtu sigurisht interpreton atë Kombet e Bashkuara. Duke komentuar reagimin e komunës së Prishtinës, e cila pas kësaj deklarate të Zelenskit hoqi flamurin e Ukrainës, e cila vitet e fundit qëndronte në qendër të qytetit, Petar Gjorgjević nga organizata jo qeveritare Graçanica e Reaktive tha se vendimi i tillë erdhi nxitimthi dhe ngriti vëmendjen e opinionit publik, por dhe vuri në pikë pyetje sinqeritetin e mbështetjes së autoriteteve kosovare për Ukrainën. Policia kosovare pas 27 vitesh nisi marrjen e përgjegjësisë për siguri në urën kryesore mbi lumin Ibër, raporton në RTK duke cituar burime të paidentifikuara. Ura mbi lumin Ibër ka qenë një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë për vite me radhë. Për më shumë se 2 dekada e gjysmë ka qenë mbyllur për automjete dhe ruhej vazhdimisht nga KFOR. Pas këtij lajmi, përfaqësuesi i policisë kosovare Erduan Baliqi tha për Kosovo Online se në urë nuk ka kur farë lloj ndryshimi. Një patrullë e policisë kosovare është parkuar si deri më tani, tha Baliqi. Në pamjet e Kosovo Online vjet re një tent në cilën qëndron patrulla e karabinierëve italiane zhvendosur drejt anës jugore të urës, por ata vijojnë të jenë mbi të. Nga ana tjetër, KFOR njoftoi sot se do të integrojë pjesëtarët e policisë kosovare në arkitekturën e sigurisë, por jo mbi urën në lumin Ibër në Mitrovic, por në mbrojtjen e manastirit të Deçanit, duke mbajtur praninë e tij të plotë në atë territor. Mëngjesi ditës së nesërme do të jetë me motë të kthjellët në disa zona i freskët, ndërsa gjatë ditës motë me diell dhe i nxehtë. Gjatë mbrëmjes dhe natës në veri të Serbisë pritet të rritje e vranësirave dhe në disa vende rreshje shiu dhe bubullima. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 12 deri në 22 gradë Celsius. Maksimumi ditor do të jetë nga 35 deri në 39 gradë Celsius.